وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Falëndrimi dhe lavdrimi takon Allahu subhanahu wa taala. Salavat e selamet e dërgojmë zotërisë së pejgamberëve më dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Falëndrimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala që na ka mbledh sot në këtë vend. Lutim Allahu subhanahu wa taala që për fjalët të cilat kena me i fol, s'pari me qenë dobi për neve, pastaj edhe për juve. Lutim Allahu që më na dhon sinqeritet dhe bereqet në atë të cilën kemi për me fol, edhe ju me dëgju. Për pyetjeve shpesha që duhet besimtari më ia bë vetes tina dhe më ia kujtue çdo ditë edhe më shumë, është arsyeja që më pyet veten tonë dhe çdo ditë në dynja se pse ti je kriju. Cili është qëllimi i krijimit tonë edhe i ardhjes tonë në dynja. Padyshim se aty duhet me qenë një arsye se pse ti ekziston në dynja. Duhet me qenë një arsye se pse ti tash ekziston edhe vazhdon me jetuar në dynja. Apo, cili është misioni jot si njeri? Cili është misioni jot si njeri që ti vazhdon edhe ecën nëpër dynja, edhe vazhdon me shfrytëzue të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Pasi që ti e bësh këtë pyetje vetes tonë, vjen pyetja tjetër se si ndërtohet lidhja jote me Allahun subhanahu wa taala. Si me vazhdu edhe me shtuar ti devotshmërinë te Allahu subhanahu wa taala. Në lidhje me këto pyetje, dietarët thonë se kjo është pyetja prej së cilës varet lumturia e njeriut edhe shkatërrimi i tina. Në momentin që ti e din qëllimin e krijimit ton, e din misionin ton, edhe e din se si arrihet lidhja me Allahun subhanahu wa taala, në bazë të përgjigjeve tua vendoset edhe lumturia jote edhe apo shkatërrimi jot. Nëse vazhdon me i ditë përgjigje kësaj, thot Allahu në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah subhanahu wa taala thotë se nuk i kam kriju njerëzit edhe gjendët për diçka tjetër, vetëm që të më adhurojnë mua. Qëllimi i krijimit të gjinëve edhe qëllimi i krijimit të njerëzit në tokë nuk ka diçka tjetër vetëm se me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Kjo do të thotë se njeriu nuk është i krijuar rastësisht. Ardha jote në dynjë nuk është e rastësishme. Ardha jote në dynjë nuk është vetëm me u furnizu me të mira, me ngrohtë, me pije dhe me vazhdu me ecë në dynjë. Ardha jote në dynjë nuk është me vazhdu ti edhe me nejt fjet atje në xhum. As ardha jote në dynjë nuk është vetëm me punu edhe me grumbullu pasoni. Por se qëllimi jot ai ardhës tonë në këtë dynjë e pas ka një mision të vetëm e që qenë ka adhurimi Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala se e fa hasibtum annama khalaqnakum abatha, thot a mendojnë njerëzit se na i kena kriju ata diçka kët në dynjë? A vazhdojnë me mendue njerëzit se na i kena krijuar kët ata në dynjë? Po. Përgjigjja është po, se shumë njerëz nuk e dinë qëllimin e krijimit të tyre. Shumë njerëz jetojnë në dynjë edhe mendojnë se është krijuar kët me hangër me pi deri ditën kur des edhe më mas vdekjes ka asnjë ngjallje, mendon që në momentin që ai vdes nuk ka më kurrë më sanena. Kemi taku pe njerëz të cilët nuk e besojnë natën e varrit. Kemi taku pe njerëz të cilët nuk e besojnë ringjalljen, e që janë probleme serioze në jetën e besimtarit. A ka dhe për muslimanët e cilët kanë këtë problem, nga njëherë gafleti i tepërt. Nga njëherë gafleti i tepërt e bën robin që me harrua qëllimin e ardhjes tij në këtë dynjë. Ndoshta jeta, dinamika e jetës, puna e shumt, marrja e shumë me dynjën, të largon tyje për këtyre kufive, të largon tyje për kësaj rrugë. Prandaj përmend dietarët se për pyetjeve të shpesha që duhet me vazhduar na mja bu vetes tonë është pse na kriju? Pse kena në këtë dynjë? Pse unë çuna sabah dhe fali sabah? Pse unë çuna sabah dhe shkojm punë? Pse unë martona, pse unë monona me të bëj fëmijë? Pse unë monona për me punu edhe me avu fëmijët me një jetë më të mirë? Këta këtu e kanë një përgjigje. Padyshim se asgjë në këtë dynjë si çdo dietar nuk është e rastishme. Ibn Kathiri, Allahu më shëroj thotë se ajetin të cilin thotë Allahu në afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, se a mendojnë njerëzit se na i kena krijuar ata diçka kot, thotë se ky ajet është shuplar apo goditje për çdo zemër që ende pa qëllim në këtë dynjë. Momenti që ti e sheh dikon i cili i ka hub rruga atina. Momenti që e sheh dikon i cili vazhdon me të dynjë dhe nuk e din arsye, nuk e din as çka bën. Apo që thonë kështu popull i ka hupën edhe fija aktina. Mjafton ti mja përmend këtë ajet.
Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. A mendon ti se Allahu subhanahu wa taala ka krijuar ty në këtë dunjë për këtë diçka këtë dhe nuk e kiti asnjë arsye? Shumë njerëz e ngushtojnë adhurimin vetëm në rituale, vetëm në adhurime, por se adhurimi është shumë gjëra. Adhurimi Allahu subhanahu wa taala bëhet edhe me dashurinë të cilën ti e ke për fenë tina. Walladhina amanu ashaddu hubban lillahi Allahu nukran. Ata të cilët e kanë besuar Allahun subhanahu wa taala, dashurinë më të madhe të cilën ata e kanë për Allahun subhanahu wa taala. E nëse ju jeni prej atyre të cilët e doni Allahun, thot Allahu ja fal juve mëkatet edhe vazhdon edhe ja premton juve xhenetin e tij, Allahu na bëj prej tyre. Përveç se është adhurimi, përveç se është ardha jonë për me adhuru Allahun, nuk është vetëm se namazi edhe adhurimi, obligimet e cilat i kena. Është diçka edhe më shumë se kjo. Qenë ka dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Është nënshtrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala, me vazhdim me nënshtruar vetëm atina. Është bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala. E të gjitha këtu e kanë edhe të kundërtën. Se ka njerëz të cilët përveç dashurisë për Allahun marrin edhe diçka tjetër që e dojnë njëjtë me Allahun subhanahu wa taala. Min nasi me yattakhidhu min dunillahi andada. Ka pe njerëz që vazhdojnë përveç Allahut subhanahu wa taala me adhuru edhe idhuj. Yuhibbunahum ka hubbillah. Edhe i dojnë ta idhuj, sikur se e dojnë Allahun subhanahu wa taala. Nuk do të me mendu na se idhuj janë vetëm që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë marruar një guri aty, edhe kanë shkuar dhe kanë përkul atij guri. Edhe ajo shqyt idhuj. Sot, dynjat e cilën jetojnë na, kohën të cilën jetojnë na, kena edhe idhuj të ndryshëm që e marrin dispozitën e njëjtë. Pe idhujve kryesorë, që e kam përmend dietar që ekziston në kohën tonë sot, është parja. Shumica e njerëzve duke u mashtruar mas të idhullit, mas parës, e harrojnë Allahun subhanahu wa taala. Duke menduar se çdo send që jeton ai është vetëm me emrar çet parë, me arritje që pasuni, me grumbulluar çet pasuni, nuk e adhuron Allahun subhanahu wa taala. E harron me fal namazin, e harron me dhënë zakatin, e harron me agjëru Ramazanin. Pse? Se ky nuk ka vakt më. Pastaj vjen pyetja se unë kam shumë punë, a lejohet të mos më agjëru? A bën unë me kompenzu? Se ky ka shumë më të lehtë me e paguar se sa me agjëru tash. Se ky më i ka këto parë në dorë. Thot më mirë më pe paguaj për 30 ditë sa pe agjëroj. Ose po dona çdo ditë po punoj i rën, a bën me ti bashkë namazet. Tash më duhet se pse i bën njëri këto pyetje, kur vazhdon ai me e qitën prioritet diçka tjetër para Allahut subhanahu wa taala. Momenti që ti je prioritet, e qet primare, e jotja, është diçka tjetër se sa Allahu subhanahu wa taala, normal që kimi i bë këto pyetje. Unë punoj tan ditën, nuk më imagjinu e më mbi kompenzoj, se i ki parë në xhep. Unë punoj tan ditën, nuk po mund mi fal këtë në kohën e vet, pi bëj bashkë. Se ki ma let 5 minuta i bën 2 drejt 2 ikindi. Kjo është mënyra se pse na nganjëherë e harrojnë atë qëllimin e krijimit ton, edhe e harrojnë qëllimin e misionit ton. Pastaj çështja e nënshtrimit. Përveç se i nënshtron Allahu subhanahu wa taala, i nënshtron edhe thënë, prej Abdullah, prej robi Allahut, bot Abdul Dinar, robi dinarit. Pastaj çështja në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha këto e kanë edhe të kundërtën e vet. Adhurimi i Allahut subhanahu wa taala bëhet edhe me shpresën ndaj tina. Me shpresën ndaj tina duke shpresuar në shpërblimin e tina. Me shpresën, thotë Ibn Taymija, Allahu më shërof se jeta e besimtarit në dunjë është me shpresën ndaj Allahut subhanahu wa taala edhe me frikës ndaj tina. Me shpresën se kime e marrë shpërblimin e tina, edhe me frikën që më u larguar prej dënimit për zjarrit të xhenemit, Allah na ruaj prej tina. Pastaj tjetra është në mbështetjen e tevekulit, me pas në Allahun subhanahu wa taala. Nganjëherë e ngatrojna. Mos tish filani nuk kisha mujtën e me arrit thot ku jam këtu. Filani, alani ka mujt me kon vesh një sebeb që ti me ardhën deri këtu. Por se mbështetja kryesore nuk mund të më kon kërkush për njerëzve. Momenti që ti e ngatron këtë mbështetje, ke rrezikon imanin tënd. Momenti që ti vazhdon me barazuar dikon me Allahun subhanahu wa taala, mbështetje me Allahun subhanahu wa taala, kjo edhe rrezikon imanin tënd, Allah na ruaj prej sojna. Edhe e fundit çysh e adhurojnë Allahun është edhe jeta sipas urdhrave të tina. Një prej dietarëve të Egjiptit e përmend se më shumë në kohën e sotit që kanë nevojë për Kur'anin janë vetë muslimanët. Para se mi e marrë në Kur'anin edhe mi ja spjegu e tjerë dhe për me ju udhëzu ata, mas shumë të kena nevojë na me e marrë qëtë Kur'an edhe me e shpletue, edhe me vazhdu edhe me mësu për tina edhe me jetu dhe si pas tina. Na për Kur'anit kena marrë diçka vesha në ka dasht. Agjerimi obligim, namazi obligim, haxhi obligim, qëto obligime shka për mujna me kry, qëto i kena marrë për Kur'anit. A më kena haru sa që në Kur'an jënë dikon rrëdhë 6200 ajete.
6.200 ajete që për tyre ka histori, ka dispozita që sipas tyre dispozitave na duhet me jetue në këtë dunjë edhe sipas tyre dispozitave e arrina edhe shpërblimin të cilin na ka premtuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj e thot dietari se hoxha thot se mas shumë të sot që ka nevojë për Kur'anin, ka nevojë muslimanët, sepse nganjëherë po e harrojna qëllimin e misionit tonë në dunjë. Ibn Taymija Allahu më shëroft thotë se adhurimi është një emër që e përmbledh çdo gjë që Allahu e don. Adhurimi është vetëm një emër që e përmbledh çdo send gjatë jetës tonë. Ibadeteve tjera që Allahu subhanahu taala i don ato, qoftë ajo fjalë, e që është urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, fjala e mirë, këshilla e mirë, apo qoftë ajo edhe vepër të cilën ti e bën namazi, apo qoftë ajo zakati, apo qoftë haxhi, çdo gjë për veprat të cilat ti e bën, qoftë ajo vepër e dukshme, apo qoftë ajo vepër e fshehtë. Nëse është vepër e mirë edhe bën dobi te Allahu subhanahu wa taala, kjo është për aftën e cila quhet ibadet edhe quhet adhurim. Edhe pse sot ndoshta kohën të cilën jetojnë na kena shumë më shumë teknologji të cilën nuk e kanë pasur sahabët. Edhe kena shumë ndoshta më shumë pasoni se sa të cilën e kanë pasur sahabët para neve. Apo ndoshta edhe më shumë kena kohë për me pas jetë lumë, për më argëtu më shumë, me pas një jetë të luksit më shumë, ama nëse vazhdojnë e këshyna këto, për ndoshta ka çështja e dynjajës, kena jetë më të mirë. Kena mundësi të jetesës më të mirë. Hiç mos më shku te koha e sahabëve as larg. Na mujna veç 20 vitet e fundit me shikue me vetën edhe ata më herët të cilët kanë jetuar para neve, edhe me krahasim me gjendjen sot që jetojna, ka dallim shumë të madh në çështjen e dynjajës. Ama nëse kthehemi në anën tjetër në çështjen e Islamit, zemrat e kena shumë më të plota. Zemrat në adhurim ndaj Allahut subhanahu taala i kena shumë më të plota. Tregojnë hoxhallarët më herët të cilët kanë marrë dersën nëpër xhamia që ka marrë ai ders një orë e gjysmë, ka dhënë dersin, edhe kush i për njerëzve një lëvizje nuk e ka bërë duke nguar ata. Tashti, 20 minuta nëse e kalon e më shumë, kemi i po njerëzit të livri të e kthyer orën se e zgatë shumë. Kjo është mosdurimi për me nguar një ders. Mosdurimi për me mësuar një fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Përveç kësaj kemi raste të tjera të cilët kanë vazhduar me fal namaz taravih, namaz nate, edhe kanë zgjatur ato me orë tëra sepse i kanë fal me hatme të Kuranit. Ndërsa sot rregull para se me hije në Ramazan na e bojna që taravia mos më zgjat më shumë se 30 minuta apo 40 minuta me ders me yacime namaz taravih me krejt. Kjo është zemra e lodhë që është lodhë për mos me adhuru Allahun atë sa duhet. Ka çështja e dynjajës e kena punë shumë më mirë. Ka çështja e punëve të zemrës e kena shumë më të plota. Më kthye vite mbrapa, çështën e dynjajës ndoshta e kanë pas shumë adopt. Kanë punuar për bukën e gojës, ama çështjen e dinit, çështjen e fejes e kanë pas çështje primare. E kanë pas çështje primare. Me vazhdu me pas shku më herët ti, edhe plezh, me ju bë diçka e cila nuk ja ka leju atina feja, të ka bërë rrezik ndoshta. Edhe pse s'ka pas ai bukë dhe ujë të shtëpia vet. Me pas prek atë çështjen e fejes, të ka bërë rrezik. Sot është në kundërta. Jena të jetu një jetë moderne, si cili e ka tolerantën e vetë, ky e ka fejnë e vetë, loj dashur. Allah subhanahu wa taala ka kallëzuar ty sistemin e jetës tonë në Kur'an. Allah subhanahu wa taala ka kallëzuar edhe momentet ku ti dush me bë tolerim. Ama jo bë tolerim në momente ku shkelin kufit e Allah subhanahu wa taala. Momente ku shkelin unat e Allah subhanahu wa taala, këtu më nuk ka tolerim. Këtu më nuk ka hajt tash ta kshini se cili rrugën tonë. Duke e pruar në këtë gjendje, e kena dëstuar veten tonë mas pari, pastaj edhe gjeneratat tjera. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ja kush largohet nga përkujtimi, kush largohet nga mësimet e Allahut subhanahu wa taala, vetëm sa i ka me pasën një jetë ngushtë. A kena jetë më ngushtë sot? Nuk kena. Po flasim çdo herë ka çështja e Islamit, jo ka çështja e dynjajës. Ka çështja e dynjajës, alhamdulillah, Allah mundësit me punu edhe me pas tarna shumë të mira. Por të formi ka çështja e fejes, kena jetë ngushtë. Ki jetë kufizuar se si muslimanit mund me jetu jetën e vet sipas urnave të Allahut subhanahu wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kaimi Allahu më shëroft në lidhje me këtë ajet thotë se zemra nuk qetësohet me asgjë tjetër përveç me praninë e Allahut subhanahu wa taala. Prania e Allahut është kur ti e ke fjalën e tina, e ke në gjoksin tënd, e ke mbjell fjalën e tina në gjoksin tënd. Andaj namazi është për komunikime më direkte me Allahun subhanahu wa taala. Qurratu aini fi s-salah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Knatësia e syve të mi është çështja e namazit. Është çështja e namazit, te çështja e faljes së suneteve. Te çështja e faljes, farzët nuk bën muhabet.
Të çështja mi fal dikush farz 5 kohë namaz, nuk kena pse muslimanët me bue muhabet në mes veti. Ato shka duhet me bue në mes veti me kaj det, është çështja e suneteve, është çështja e namazit nafile, çështja e namazit nato, çështja e namazit duhat, që shumica prej neve nganjëherë i lojnë ato se sunet është kjo. Bashkë sunet duhet me praktikue. Prandaj thot pejgamberi se komunikimi direkt me Allahun subhanahu wa taala mas pari bëhet në çështjen e namazit. Namazi nuk është thjesht obligim që cilin na e kryna, por është vend takim me Allahun subhanahu wa taala. Është vend takim me Allahun subhanahu wa taala. Është takimi ku ti në sejdë e kije mundësinë tonë të kryesore që çdo breng që e kije mi ia paraqit Allahu subhanahu wa taala. Mi ia paraqit atij i cili ta garanton zgjidhjen e tyre. Ta garanton zgjidhjen e tyre. Nëse na kena me pas një takim me dikon pe njerëz që është përgjegjës për punën që e bojnë edhe kena një ankesë, monomi që me ushtrua një fjalim shumë të mirë, monomi që me i zgjidh do fjalë shumë më të mira që me paraqitet në një ankesë. Ose veç një email nëse kena me shkruaj email ankese, monomi që me i zgjidh fjalë sa më të mira që mu pranue email të ata. Ti e kije mundësinë para Allah subhanahu wa taala, para Zotit gjitha botra, 5 herë në ditës. Me i ronë sejtë atina dhe krejt brengat e tua, krejt ankesat e tuna, mi a paraqit Allah subhanahu wa taala edhe ti ndaj që sona i pakujdesshëm. Edhe ti ndaj sona i pakujdesshëm edhe nuk vazhdon me e bërë këtë. Si pret zgjidhje të problemeve. Si pret që Allah subhanahu wa taala me ta rregullojë jetën ty. Si pret që Allah subhanahu wa taala me ta larguë mërzimin ty, me të larguë me të letë sprova ty. Kur ti nuk i kushton rëndësi takimin me to. Thot Ibn Rexhepi, Allahu më shëroft se e transmeton kur një burr tha, kam 20 vite të tillë që nuk e kam gjetë lumturinë. Përveç se kur vazhdova me fal namazin, edhe vazhdova që gjitha kërkesat e mia që paraqes Allah subhanahu wa taala. Mas namazit vjen çështja e duas. Vjen çështja e duas e cila është porta kryesore, dera kryesore për me fitu mëshirën e Allah subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, thot Allahu në Kur'an. Më lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Ta garanton Allahu përgjigjen e vet. Më lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibada. Çështja e duajës është palca, koka e kit adhurimit të cilën e bën robi. La yaruddu qadran illa ad-du'a, fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ndryshon diçka kaderin e Allahut përveç se duaja të cilën e bën robi. Na ndaj që sa duaje i nat pakujdesshëm. Shumë pak e lutmi Allahun. Edhe kur ta lutmi nuk kena edeb, nuk kena sjellje se si disiplinë të duajës. Para se me bu dua, duhet mas pari që na tregon Imam Ahmedi, Allahu më shëroft, para se me bu dua vazhdo dhe kërko falje te Allah subhanahu wa taala. Thuaj disa herë astaghfirullah. Masi që ke bu istighfar, vazhdo dhe paraqit kërkesën tënde. Masi që ke bu kërkesën, ke bu duajën tënde, çka do që do me lut Allahun subhanahu wa taala, mos thojna dërgë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj përfundoi duajën. Thot Imam Ahmedi, nuk e di dikon, nuk kam njoft dikon për njerëzve, apo nuk di ndonjë rast në jetën tem që unë e kam bue këtë mënyrë të duajës edhe që Allah subhanahu wa taala nuk është përgjigj duajës tem. Me bëj istighfar, me paraqit kërkesën tonë, pastaj me dërguar salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këtë ju e dini rastin kur ai sahabia shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe tha: "O dërguari i Allah, sikurse unë kisha me bëu dua edhe një pjesë për asaj duaje, dërgoj salavate për ty, a mjafton?" Tha: "Po mjafton, po nëse e shton, është edhe më mirë." Thot: "O dërguari i Allah, thot, po nëse gjysën bëj dua për veti edhe gjysën dërgoj salavate për ty, a është e mjaftueshme?" Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Tamam është, por nëse e shton është edhe më mirë." Thot dërguari i Allahut. Thot: "Po nëse nuk bëj dua për veti hiç, edhe krejt duajën dërgoj salavate veç për ty, thot, a mjafton?" Thot: "Nëse e bën këtë dije se Allahu subhanahu taala këtyje ka me të bërë rrugdale prej çdo brenge, edhe ka me të furnizuar prej kati nuk e pret." Salavati, çështja e istighfar, çështja e duajës luajnë rolin më të madh në jetën tonë. Luajnë rolin më të madh në çështjen e adhurimit tonë, e shumica prej neve e luajnë ato Allahu na forcoft. Mas namazit, mas duajës, ajo se çka e forcon lidhjen tonë me Allahun subhanahu taala është leximi i Kuranit. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an, fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdoni edhe lexojeni Kur'anin sepse Kur'ani vjen ndërmjetësim për ty. Momentin që robi lëshohet në varr, nuk e kime kërkon aty. Kime konë veç vetë në varrin tonë. Ndërmjetësim për ty përveç namazit, edhe veprave të mira të cilat i kije ti, vjen edhe Kurani si dritë për ty.
në ditën e gjykimit kur dish para Allahut subhanahu wa taala, edhe je duke u marrë në pyetje, je duke dhënë llogaritë Allahut subhanahu wa taala, vjen Kur'ani si ndërmjetësim, thotë ja Rab, thotë ky është ai robi i cili ka nejt në ditën edhe natën tu mësue me lexue këtë Kur'an dhe me mësue fjalën tënde, atëherë fal atina mëkatet. Edhe bëhet Kur'ani ndërmjetësim për ty, Allahu subhanahu wa taala ti fal mëkatet e tua, edhe të bën ty e pjesë banorët të xhenetit. Sa prej neve ja kushtojnë rëndësinë Kur'anit. E kije musliman 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, fal namaz, hajde me lexu Kur'an, thot ma ba Allah hosh, po nuk di. 20 vjet fal namaz, 20 vjet i udhëzum në Islam, edhe në fund nuk din me lexu Kur'an. A knena për me e marrë një rrogë me bëni jetë më të mirë, për një vjet e kam mësue me gjuhë, me zanate, me krejt. Knena për me sigurua ahiretin e vet, nuk është gjendje me mësu fjalën Allah subhanahu wa taala. Qysh me tu përgjigj Allahu tyre? Tana po kam sprova, po kam probleme, po kam gushtim gjyki, po kam një rukje. Nuk kam të përgjigje këtu. Përgjigjen e kijet e veprat e tua. Problemin e kijet e veprat e tua. Këtu është çështja kryesore. Sahabiu Uthman bin Affan radiallahu anhu tha se sikur zemrat tuaja të ishin të pastërta, nuk do ngopeshin asnjëherë duke e lexuar Kur'anin, duke e lexuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Sikur se zemrat por nis na prej vetës, pastaj po folim për gjithësi. Sikur se na mi pas zemrat e pastërta, s'kishmi mungi asnjëherë duke lexuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Çaty robi e gjen qetësinë. Çaty robi e hek brengën e vet, çaty robi e hek mërzijen e vet. E keni mërzit diçka në dynjë, e keni në rrevull diçka në dynjë. Merë Kur'anin, lexoj e kimi apo se çka me ta largu Allahu subhanahu wa taala. A më kjo është ashton fatkeqësinë më të madhe kur na nuk e dina me lexuar. Na e çelmi Kur'anin, nuk dina çka me bëu me to. Nuk dina çka me bëu to. Kur'ani është kushtetutë e jote si besimtar. Kur'ani është legji e jote, ti mos më di me lexuar ato. Si dëshiron, si mundon ti me bëu vendin tonë varfësinë, me mundon ti me bëu vendin tonë në xhenetin Allah subhanahu wa taala. Shembulli i Bilalit radiallahu anhu tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i dëgjoi hapat e Bilalit në xhenet, i tha Bilalit se nuk kanë bërë, kur i tha Bilalit, tha se nuk kanë bërë gjë më të madhe përveç se sa herë që bëja abdes, i falja edhe 2 rekate. Kjo është rëndësia të cilën sahabët ja kanë kushtuar veprave të mira edhe lidhjes me Allahun subhanahu wa taala. Thotë nuk kam bëu diçka, po sa herë kam marrën abdes, i kam fol 2 rekate të abdesit. Edhe është bësh ka këto që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mjani e hapat Bilalit para tina në xhennet. Veprat thjeshta, veprat lehta që na nuk ja kushtojnë rëndësinë. Andaj lidhja e vazhdueshme me Allahun subhanahu wa taala në veprat vogla, por se më kanë të vazhdueshme, vazhdojnë me ngrit gradën tonë të Allahut subhanahu wa taala. Omer radiallahu anhu thoshte se llogariteni veten, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Vazhdoni edhe merrni veten e juve në llogari para se me ju morë ju Allahu në llogari. Pastaj e vazhdon të thotë se kush e merr veten e vet në llogari në dynjë, Allahu subhanahu wa taala ja leton llogari dhënja tina ditën kur është para tina. Çish mirët vetë në llogari, në fund ditës e shesa çka ke bëu, pe veprave të mira çka ke bëu, për gjinore çka ke bëu edhe çet vetën peshore. Sot a më shumë ke kshir haram, ke fol haram, ke hes në haram, ke bëu harame, apo më shumë ke fol halal, ke bëu dhikr, ke fol namaz, ke lexu Kur'anin, e kshir në fund ditës se çka ke bëu ti. Edhe këtu e ki peshorën e veprave tua se çka ke bëu ti brenda ditës. Merrni vetën e juve në llogari para se më ju morë juve Allahu në llogari, tha Omer ibn Khatabi. Vazhdonte Omeri me çojt natën edhe mendonte për vdekjen. Sa herë mendonte vdekjen se çysh ka me fat gjendje, e zën vdekja ato. Edhe pastaj lutej edhe për hakun e njerëzve, sepse zemra kur është zemra e lidhur me Allahun subhanahu wa taala, ajo nuk ngopet për ibadetit tina. Pastaj të gjithë e dini rastin e Yunusit alayhis salam kur ishte në barkun e balenës atje. Errësir, sprova e madhe. Çka bën vazhdon me adhuru Allah. Tha Allahu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Unë isha për atyre i cili i bura zullum vetës tënë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush e thot që dua? Në çdo vështirësi, në çdo provë të cilën e ka, vetëm se Allahu subhanahu wa taala i bën rrugdalje atina. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Kjo është duaja të cilën e ka bëu Yunusi alayhis salam. Edhe kjo është bërë shkaktar që me largu ato për barkut balenës. Jeta vetë është sprovë. Vetë jeta është sprovë. Sepse thot Allahu në Kur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu ju ka kriju juve që me ju sprovue në dynjë. Me ju sprovue juve në dynjë edhe me kryer se cili për juve është më vepër të mirë.
Sprovat asnjëherë nuk janë ndëshkim për tyje. Përse janë vetëm se me i ngrit gradat e tua, me kushtin që ti më kon durimtar, edhe falënderoj te Allahu subhanahu wa taala. Ejubi alayhis salam ishte prej pejgamberëve që mas shumë ti Allahu subhanahu wa taala kishte sprovuar ato. Mbi 18 vite vetëm me sëmundje. Edhe nuk ka asnjë transmetim që Ejubi alayhis salam të gjitha asaj sprove i kërkoi vetëm një herë Allahu subhanahu wa taala që ta shëron ato. Por se tha se Allahu më ka dhënë mua më shumë mirësi se sa vështirësitë të cilat i kam. Edhe sprovat të cilën e pa të vazhdojmë i numëru të mirat të cilat ka dhënë Allahu, edhe me i qitën poshtë ato gjërat të cilat Allahu ka sprovuar ato. Neve një grip i lehtë i vogël me lara vazhdon edhe e buna kiamet. Që transmetohet se te Ejubi alayhis salam ka vazhduar për sprovës të mëdha që e ka pasur me i ra edhe copat e miqit për trupit vet, edhe nuk ka transmetim që ai një herë e ka lutur Allahun, o Allah shëro mua, o Allah më shëro mua. Edhe jeta të cilën jetojna në këtë dunjë është jetë e përkohshme. Është një stacion të cilin çdo njeri prej neve kena monol me e kaluar dikush më herët, dikush më pak, dikush më shumë, por se një ditë prej ditëve të gjithë kena me përfunduar varret e tona edhe me dal për Allah subhanahu wa taala. Kun fi dunya ka'annaka gharib, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jeton dunjë sikurse të jesh i huaj. Sikurse të jesh i huaj, siç është jeta një të hujit. Jeta një gurbeçar çdo njëri që vjen këtu në gurbet për shembull, ju e keni shembullin më të mirë këtu. Vjen edhe nuk mendon këtu me ndërtuar ku me ditë se çka. Se nuk je në vendin tënd, nuk je në vendin tënd. Ti edhe nëse vazhdon me punu këtu edhe me ndërtuar këtu, prap zemra jote është tjetërkon. Mendet tua janë tjetërkon, janë në vendin tënd atje. Kjo është çështja e jetës besimtarit në dynjë. Ti vazhdon me jetuar këtu, me punu këtu, me ndërtuar këtu, por se zemra është e krijuar për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Zemra është e krijuar për me pa fytyrën e tij në Allahun na mundsoj gjithë neve. Abdullah ibn Umeri thoshte se kur zgjohesh mos e prit asnjëherë mbrëmjen që ka me të ardhur. Por edhe kur të bësh në gjumë, mos e prit asnjëherë mëngjesin që ka me të ardhur ty. Por se jeton ndonjë duke bërë dhikr Allahun subhanahu wa taala, duke adhuruar atë. Jeta është investim të cilin e bojnë ana për ahiretin tonë. Apo me thonë kështu më ndryshe, jeta jonë, dynjaja është arë të cilën na e mbjell me këto, edhe e korrni ditën kur doni para Allah subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Vazhdo ti edhe furnizo, edhe puno për ato të cilën Allah subhanahu wa taala ta ka premtuar ty dhe ka përgatitur për ty në ahiret. Çdo talent të cilën ti e ke, pasurinë të cilën ti e ke, mundësinë të cilën ti e ke, është mjet për me fituar xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Kur ta fash namazin, fal atë me përulësi. Fal i në shtrumë dhe Allah subhanahu, mos e fal me nxitim. Mos e fal shpejt vetëm se ta heqësh si obligim, e fala drekën edhe e kryta drekën. Falë sikur se më kon namaz i fundit. Kjo është çështja e namazit. Lexoje çdo ditë, nëse nuk mundesh me lexuar një faqe të Kuranit, spaku një ajet apo spaku gjys faqe të Kuranit lexoje. Nëse dëshiron që ajo më kon në ndërmjetësim për ty ditën kur dish për Allah subhanahu wa taala. Mundohu që gjatë kohës që ti je duke ecën, ndërkohë që je duke ecën, mos e ço kohën ka thuaj astaghfirullah, bën dhikr me gjuhën tënde. Vazhdo, lëshoje dorën tënde, bën njëri bujor, jep sadaka. Jetë e fshirë dhe se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja më e mirë është ajo e cila jep dora djathtë edhe nuk e shef dora, më kjo është për me qëllimin që me dhonën tim sheft edhe mos me të po e tjerë. Ajo me dhonë edhe me vazhdu edhe me rrit pan të parakeve se i dhash filonit, i një mua filonit. Po be kish pas nevojë u dash me një mua. Jepe mos sa din kërkosh edhe në Allahu subhanahu wa taala. Lutja Allahut natën qoftë edhe veç 2 minuta. Qoftë me 2 rekate shumë të lehta, nëse del gjumi natë, veç 2 rekate shumë të lehta, me kulu Allah, me natë ai mjafton që ty mi bu 2 rekate çdo natë, por se me kund vazhdueshme që me kund ndërmjetësim për ty ditën e gjykimit. Çdo njeri prej neve ka me taku Allahun subhanahu wa taala. Çdo njeri prej neve i mirë apo i keq ka me dalë një ditë para Allahut subhanahu wa taala. Por se mundohet që takimin me Allahun me konën më i përkryer. Me konën Allahu i kënaq me ty. Me konën Allahu i kënaq edhe me veprat tua. Lidhja me Allahun është burimi që cilës tu. Është mbrojtje prej sprovave të cilat ne kemi në dynjë. Është cilësi i xhenetit vetë lidhja jonë me Allahun subhanahu wa taala. A dëshon ti me pas cilësinë e xhenetit në dorën tënde, vazhdo edhe jepe jetën tënde në adhurim te Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an: "Fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." E kush e shpreson takimin me Allahun subhanahu wa taala, le të bën vepra të mira. A ka dikush prej besimtarëve që nuk e shpreson takimin me Allahun subhanahu wa taala? Çdo njeri prej neve tash mundon me vetë thot, po çish nuk du me pa hoxhën e Allahut. Po, por me pa Allahun do të më dhon edhe jetën për Allahun subhanahu wa taala. Ajeti është
këshilla më e mirë të na jep neve. Fa men kana yarju liqa rabbi, kush e shpreson edhe kush e don takimin me Allahun subhanahu wa taala falyamal amalan salihan, le të vazhdon edhe le të bën vepra të mira. Pasi që ky sonte është dersi i fundit për këtë periudhë, unë mas pore këshilloj vetën teme dhe juve që ta kena frikë Allahun subhanahu wa taala. Të vazhdojna me punu për Allahun subhanahu wa taala. Të vazhdojna me bëu vepra të mira për Allahun subhanahu wa taala me shpresën që një ditë kena me dalë para tina edhe ai i kënaqur me veprat e tona. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që gjithë neve Allahu na dhon sinqeritet edhe bereqet. Lutim Allahun subhanahu wa taala që na mëson gjatë gjithë jetës tina me adhuru ato edhe ai me qenë i kënaqur për veprave tona. Lutim Allahun subhanahu wa taala që mos më na marr shpirtin ndryshe vetëm se duke qenë besimtar në fenë e tina edhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bashkoj siç na ka bashkuar në këtë xhami këtu. Këtë vend këtu Allahu na bashkoftë në xhenetin e tina me pejgamberët, me shahidat, me njerëzit e sinqert, me njerëzit e mirë, e ku ka shoqëri më të mirë se këta. Walhamdulillahi rabbil alamin.